Kuvendit komunës për këtë vetë. Para se me fillu me ndërmend në punës, të konfirmojmë pjesëmarrjen. Ahmet Guri. Ahmet Luma. Kadrë këtë njëra. Këto për valorjar të në fillon. Besim Vishe. Salim Altiu. Lirie Sholana. Pranvera Ljoku. Lirie Luta. Vlora Dalloshe. Nëgjat Ljoku. Agim Mone. Adnan Reka. Ekrem Kyçiku. Pationa Kyçiku. Kaltrina Tafili. Selim Reka. Besnik Saliu. Nazife Krasniqe. Arlinda Rakose. Shëmsedin Luzha. Albana Trone. Albana. Dhe që kam tru verën të në. Rabie Salah. Haredin Luta. Hafizë Salah. Paolo, ne? Ekim Kodja. Edhe Ekrem Lau. Faleminderit. Atëherë fillojmë mbledhjen në rregull të Kuvendit Komunës për këtë vetë, në cilën mbledhja është parafort këna në punë. Andogjohemi pak se në një është aprovimi për zëlvalit nga mbledhja e kaluar e Kuvendit Komunës. Në dy është propozim vendimi për transfer të mjetëve sipas buxhetit të vitit 2020. Në tre është informatë e drejtorisë arsimit për përfundimin e vitit shkollor 2019-2020. Katër është propozim vendimi për plotësim dyshimin e vendimit 01 numër 6001-504-2018 të datës 28/2/2018 për themelimin e Komisionit Komunal të Aksionarëve për KRM Pasësia Shoqëria Aksionare Nisja Kaçanej. 5 është propozim vendimi për formimin e Komisionit për hartimin e planit punës Kuvendit Komunës për vitin 2021. Dhe 6 është shqyrtimi vendimit 01 numër 060-01-1835-20 i datës 12/8/2020 për kompenzimin e Komisioneve të Kuvendit Komunës sipas raportit të vlerësimit të lishmërisë nga Ministria e Financave. Raprakisht ju njoftoj se pika kur është dashur të diskutohet për raportin e mujor financiar është tërheq nga Komiteti Politike e Financave, që kemi të bëjmë me raport financiar dhe në Komitet Politike e Financave na ka ardhur pak me vonesë. Ka qenë mendimi i gjithëve që të shtyhet për mbledhjen e tjetër. Atëherë, a jeni që të punojnë me këtë rang punë? Kush është bërë lutem me këtë dorë? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Në pika e parë është aprovimi për zërvalit nga mbledhja e kaluar. Nëse ka dikush rreth për zërvalit, rrugmarrë. Haredin Luta. Faleminderit, shëndetje të gjithëve. Unë po proces zërvalit kanë punë të gabime, po të paqëndërshme, se të pajtoj më të monitorimit. Dhe shembull e konceptit të projektit i rëndësishëm në fshatin e Vojt ka kushtuar 5500 euro, e jo 450 euro, që shkruaj atë. Edhe tjetër është rruga e konceptit për rruga Mulave, po njësë sasin e emrimin e rritë rrugëve, njësë të teja e Vojt. Unë e përqit rruga Mulave, që gjithë e njëme se rruga Mulave, to është do rruga e bunjatëve, është jo gabim. Edhe tjetër është konceptit në kushtimin e rrugës, është video incizimit, kushtimin e rrugës në segmentin nga i Vojshë, mund të pikërisht e lagja Osmante. Atje këtë po lagja Osmante. Janë bo të gabime, se si kom tonë së janë... Se kom shku pa një të ka, kështu. Ja të gëna me shkrem, për me pas maljet mong, ja për mi përmishtu. I zërbëj, nuk po problem. Faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër radhë për zërvalit. Ekrem Lau. Andaj kërësus, është vetëm një shqip teknik në fjallën time, më bëj shqip teknik. Por kam volë për buqetin vitit 2020, kam thonë është miratu shumë nga milion e 500 euro, ndërsa në proces verbal ka dhënë në 1.400 euro, në 30 euro më bëjmë, është shqip teknik. Mirë që e përmësit në ndërë. Faleminderit, Ekrem. Dikush tjetër radhë për zërvalit? Nëse nuk ka, atëherë proces verbalin e mbledhjes kaluar e çast në votim për aprovim. Kush është për lutem me këtë dorë? Me këto ndryshime.
Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Para se me kalu në pikën e radhës, është koha për pyetje dhe kërkesa. Nëse ka dikush unane, nëse dhe njusha. Pastaj Albona Trodi. Desha da bani deklarație. Tașe tupe ne eu bashkëpunimi Krizës dhe Zëndosë. Grupit parlamentar Krizës dhe Zëndosë. Faleminderit. Faleminderit Shem, përveç këtij deklarimi që është javë zyrtar, është mirë që edhe një deklarim me shkrim ta dorëzonin në zyrën e kuvendit. Albana, po them duket? Gjithashtu do unë deklaroj që i bashkanitëm divizës së vendosjes, gjithashtu kam një pyetje për drejtorin e arsimit, për parashkollorët, klasë parashkollore, a mendoni që kemi me furnizu me mjete pune, jo vetë me libra normal janë furnizu, po për shkak se gjithmonë kur kanë nevojë për ndaj edhe për një ndjetër mas thjesht, ato detyrohen edukatorët me komuniku me klient që me furnizu me diçka, me shtu ose me dhënë parë ose diçka tjetër. Ndihmon se nuk janë të furnizu. Faleminderit, ulla, bata e krem, Rabije, Lora, pastaj me radhë. Ulla, bata e krem. Faleminderit, e fillimisht të dëshiroj me shavën e Albonit dhe Shqipërinë, dhe dëshiroj sukses. Unë e kam të pyetje, por është kam i kënaqur me përgjigjen nga vike që kam bërë në ditën e kaluar. Nuk kam marrë përgjigje se operatorët që ka poshtrim në kursave, ai ka të kaluar foto në ashtë. Dhe kjo ka qenë pjesë e pyetjes. Dhe rrësin shëndetores, rrësin një rrësin ka qenë shtyllor të shumë të marrë. Tash ata në putë një për kam në armatura që është rrësin të tërë. Edhe kërkoj që të një rëmëse që ata armatura se të putë ose të rrashonë në qështë. E treta, të tim që mërë të kapun, si do më sekretari në tash është një vatë që jetë të projektuet, po edhe mërë të kësajone, kemi bështu në mbërës në tyjeve, po që ka është markes, se nëse të qeshme e bëshnjakët. Bëshnjakëteshme, ka qenë i disë, që marrë me në, pa të qënë vjeto, ishte prej. Në punë, në mund të ashtë mrejta për kashanitën, po ashtu të teqja e mësa këse gjisës e mësa barnosit, ka qenë në lesume matë edhe e shtre. Dhe më dhënë, më pranë kashanitën. Ta është teqja mështë që dhe më se këskat, është mushë edhe vore, që ka qenë atë mushë në dhe. Dhe më thonë, a ka një dhe të vija e orarët që ka Faleminderit të krem. Ulla, ajo, Rabije. Ka më flemë në halja. Përshëndetje për gjithë, nderuar kryesues komitete për sa i përket Komitetit për Politikë dhe Financa, sa i di unë drejtar katin kolegja ime Albona. Unë e kam një kërkesë që ky komitet duhet me usëvencu dhe i takon aleancës, duke u bazuar në udhëzimin administrativ në R03-2014 për procedurën e permitimit dhe përbërjen e komitetit të përgjithshme në komunë. Unë e paraqej këtë kërkesë duke u bazuar në nenin 6.1, ku përbërja e Komitetit për Politikë dhe Financa duhet të takojë subjekt të aleancës, neni 13.4.5 kur anëtari ka lënë në ndonjë iniciativë politik, zëvendësohet me anëtarin tjetër të të njëjtit subjekt politik të cilit i ka takuar anëtarin me rastin e zgjidhjes. Kjo do të thotë që komiteti duhet të zëvendësu edhe me taku aleancën. Me qenë se kandidatja tash është veç partitë e pavarur për të dashur me vendosje. Kërkoj që kjo kërkesë më mirë parasysh, ndryshe do të më drejtuar komunën e përgjithshme për këtë punë. Para se me kalu fjallën të tjerë, rregull është kërkesa ju me gojë, por është një këtë kërkesë që kene ta drejtoni me shkrem. Të zyra e kuvendit, ta shqyrtojmë, kërkojmë një qarë me nga MAPL-ja o veprojmë ashtu si s'na obligon ligjë. Që po parasysh që jam bazu në zinët administrative dhe linën të Edi, ashtu është. edhe një pyetje tjetër kam bëhet drejtorin e shërbimeve publike në të fjalë. Por na. Se nuk janë bo emërtimet e rrugëve të reja, a u formu komisioni për këtë, edhe pse administratorët e çotrave kanë dhënë kërkesat e tyre mirë, po ende nuk kanë bërë përgjigje. A u formu komisioni edhe pse nuk janë bo kajo. Faleminderit, a keni tjetër. Vlora ishte, pastaj Adnona. Për
Kam një kërkesë për drejtorin e arsimit, lidhur me listën përfituese të bursave që janë shpërndarë këtë vit. E di që për vitin tjetër ka ende kohë, po thirrët parasysh që listë përfituese përfshihen edhe studentët që studiojnë në Universitetin e Tetovës. Faleminderit. Ulmana. Eris Kristus, përshëndetje për gjithë. Edhe pas njoftimit me shkrim që kum bë, dua të njoftoj se nga 15/10/2020 unë kam dhënë dorëheqje paktësisht nga komisioni për zonën e pronës së palëçme të komunës në shfrytëzim afatgjatë për arsye të shpërfilljes së konkursit publik. Faleminderit, unë e kam marrë njoftimin, megjithëse s'ka pas ndonjë propozim për zamentim, besoj që komisioni mund të qenë funksional me që ka antar, por nëse një mendimi që donim me zamentumin një antar tjetër nga vendosja mund ta zamentojnë, megjithatë procedura është procedura dhe në fund procedurës ka mundësi prapë një komision i ri për secilin rast, kështu që prapë kam hyj prapë me pas propozime. Por unë s'po domin atë anën tjetër çka ka pasur unë jam të procedurë për atë, për këtë çiposu. Mundët të më thonë më shqyrtu, të më thonë edhe dishmëria e saj të aty, kërkuar më konë persontar, të më thonë ligje për ashe. Kështu që të më thonë me qënë në shqyrtimet, unë se të më thonë me 4 antarë jo funksionar. Ligje që kësot, po. Por, në atonën e ligjshmërisë, se si duhet funksionoj një komision, nuk po hyjnë atonën se sem edhe jo i thirrur me përgjigj në atonën, nuk jam i thirrur, por e di që komisionet funksionojnë kur ka quorum. Gjitha komisionet funksionojnë kur ka quorum. Do me thonë quorumi është se mundet një antar ose për probleme tjera, ose për dorëheqje, ose për çka tjetër me mungu me një komision, por megjithatë komisioni mund funksionojë se nuk lidhet për një antar. Tash çka ndodh nëse në komision sa herë para vendosjes një vendimarrje jap ka një antar dorëheqje. Kur kryhet ai vendimarrje? Në tash kryhet kur? Po megjithatë s'po du më çun ata se nuk jam unë ai që duhet mu. Jo, nuk e bëjnë një kërkesë, një pyetje faktikisht. Kristus, në vëllam, a mujmë me qënë shërtim ligjor, nëse ti dhe më thonë, po, kërkesën tonë mundesh me qënë shërtim ligjor, nëse duket që është e pa drejt, pa pas një problem. I dhe kosh, unë s'kam do një arsye tim, në kërkesën tonë, që mundesh me dhejtu vetë më apëllë, si antari komisionit, edhe si antari një subjekti politik i përvasuar në komision. Okej, unë e muj, po veç po dam. Po, unë e muj edhe unë me bo, po nuk e dhja duke të nga tamana e përgjigja ime, ma mirë është me bo verë. Se bojmë bashkë, qysh duke Kristus në përta me qënjera për funksionalitet. E zhvillum këtë në të va. Mënë më këpja të një përgjigja, se mu pajdu ma përgjigja me thonë të nga najtan, kështu që po du më vetë të mu mërmat punë që me pas matë qartë. Se dhja po më kupton këtë e të. Nëse du që bojmë bashkë. Se ka për arsyet janë tjera, po pasaj të mija, po veç për funksionalitetit e komisionit, me 4 antarë dhe 5 antarë, o funksionar. Se dojë më apëllet me një email, dhe beso që një marë atë dhe ma i qartë. Dikush tjetër, pyetje kërkesa, se një mrej ka vazhdojshën së dhe njusë. Kristus me ka një kërkesë për drejtorin e drejtërisë arsimit, pasi që jemi prag të dhënjes të bursave për studentët e ashëm, dhe fut një pikë të rejnë si kriter që zëtët të cilët nuk e kanë kryq shkollën e vetë në Kashanik, mos se drejta mordin atë bursë, nga se kështu vazhdimisht na pëjlejojnë zonë të autonomik. E ajo kishte me ndiku, dhe shka pak pozitive seminarë zonë me por në të drejtime që ka po këtu. Se drejtime që era mund të kisha po, po qatë drejtime që janë këtu, kishte me qenë mirë që mund të i hua të për qatë drejtime. Unë dhe kënë shenjë ma kja po në regu. Dhe këtë për që me gjithë se liga i kërkoj që atë kriter, unë kësha propozu që më të thirë të i kriter, arsyja, shirë, për shkak njerëzit të cilësirë, se kështë mundësia më të konë, nuk do të thëtë që vetëm drejtimi. Kështë mundësia nuk se pas cilësi, nuk shkojnë cilësia dhe shkojnë tjera vejnë. Jemi tu folë për pyetje kërkesa, mos tim replikë për njëri tjetër, se nëse keni drejtim, ju drejtu ekzekutivin ndonjë pyetje për një kërkesë, drejtoni nga ekzekutivi. Pastaj nëse e bëjmë si propozim, ata kemi vakt me debatu çka po bëjmë.
Unë më shemë. Isha të mund në praktikë të kajtë. Isha të kërë të shokë të në këndë euro. Ati është i fushemon. Ne e qujmë fushemon, ose komune e planifikë ka të posë zonë industrione, se të startë a posë zonë ekonomikë. Aty kanë fillu të vitë. Kështu që aty vitë që marrezat e shokët të rrasën djelën të tëra politikë të parë. Edhe ajo që është ofër aty është kundra asaj. Edhe ne për shkak se tam të koasinë tjera, edhe këto është kërkesa e tyre. Faleminderit. Faleminderit, shem. Dikush tjetër pyetje vetë besim vishë pastaj lirie luta. Problem me grab në Ramadush. Fjallën për drejtsimin publik të brallë, Ramadush ka me gjatë dikon në afar 50% e dritën nuk bojë. Janë me defekt. Do shta këto regulohen me të ratë, po më shumë për valë bashkike e ajo të mund në shpatin kryet në koshme, me shqetësimet, hargjohen parët, ku me nuk kryet që shta. Tu po du me shvicu rastin të shpejlidhe dhe të kanali ujtë. Po, shqeqërishëm ka pasar shumë ketë, më ta përthirë si komision, shku me lagja ka pasbona kejs, kur kem shku me vizitu ka orë në orë. A la pa hi në fund, kanali, më marrëm ka orë që ho parë. Okej, andi me zatën të ta përgjësi, po parimisht ka shti dukuri, s'po më përqenë. Shpenzimet përbohen, a parimisht kualitetit të të. Allah liri. Sa të mund ndryqimin nuk ka të bon, 50% së është të bon. Allah liri. Faleminderit kryesus, përshëndetje Borxhet, unë kam një pyetje për drejtorin e arsimit, për shkak se është një shqetësim nga prindërit dhe nga disa nxënës për mbylljen e shkollave. Desha me pyet se a ka ndonjë informacion konkret nga Ministria e Arsimit se a do të mbyllen shkollat gjithë apo vetëm në ato raste ku ka të prekur me virus. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër pyetje kërkesa? Nëse nuk ka, atëherë kthehemi të rendi punës. E pika 2 është propozim vendim për transfer të mjeteve sipas buxhetit të vitit 2020. Materialin e keni marrë, propozim vendimin e keni pa, drejtori është këtu, nëse do në fillimisht me elaboru pak nga këtij propozim vendimi, pastaj japim diskutim. Andrej Kryesus, përshëndetje të gjithëve. Nderuar anëtarë të vendit komunal, jeni në gjeni që Komuna Kaçaniku dhe ka një obligim ligjor për kontrollin kolektiv në arsim. Pika e rendititës sot që po diskutojmë ndërlidhet me një pikë më herët që i pas. Kështu për kykur shpenzimeve të larta përmbarimore, Komuna Kaçaniku ka arritur me drejtërisë të arsimit që të pastërton këtë lëndë në gjykatë aty kostot e arritura në më spritën. E këta kemi po bashkërisht me juve, kemi pas një fond të rezervave të pagave, edhe ju falenderoj për krajnë, për miratimin e kërkesave tona, edhe deri tash i kemi kry gati gjitha obligimet. Mirë po ka vetë një pjesë pa përfunduar të aty në obligimeve, edhe ne si komunë tash jemi në acitat, edhe jemi afër përmbylljes së vitit fiskal. Jemi të angazhuar vitin fiskal ta përmbyllim me sa më pak obligime, sidomos ato ligjore, për shkak se çdo vonesë obligime ligjore ka lënë procedurë kontrimore dhe kostot janë shumë të larta, për shkak se edhe kemi pasur edhe përvojë të tilla këtë drejtim. Tash kemi hulumtuar mjetet e lira që mendojmë që mund të jesin të prisë të pa angazhuara asnjë, nuk mund të krasë një aktivitet ato mjete pa rrezikuar asnjë projekt, po i orientojmë në modra shërbimet përkatësisht në kontrollin kolektiv të arsimit, edhe me plotësuar 100%. Pika e parë e transferit është shpenzime kapitale nga kodi projektit 4393 bëhet fjalë për mjetet për shpenzime. Zakonisht komuna buxheton mjete për shpenzime, mirë po vlerësimi i atyre parcelave bën nga Ministria e Financave, Departamenti i Tatimit Pron, edhe me që nuk kemi pas raste në tërësi, shumë prej 25.804 parashihet se të prisë mjeteve.
Edhe këtë shumë pra, të bazu në ligjet e finansave publike që ne mësojnë 15% në programit ta ridestinojmë, kështu bile nuk është vizu komplet 15% që po është 8,93%, sepse ky në programi ka buxhet 299.130 euro. Pra kjo transferohet arsimit fillor në programin 93.510 e një dhe shumë. Transferi dytë ka të bëjë me pashtë me investimet kapitale të në programi urbanizmit 6645 apo projekti me plot 50 në rregullimi dhe asfaltimi rrugëve në pjesën urbane dhe rurale të qytetit. Kjo kontratë është afër lidhet deri tash nuk kemi kontratë me asnjë operator ekonomik, po shuma që po e bartin për ato projekte që kanë pasur realizuar në pjesën e parë vitit tashëm, e jo si vetë, do të fjallë për 60.175 euro, apo 14,5% e buxhetit, pra apo nuk është i kalu norma që lejohet në legj. Në molla shërbime dhe arstimi mesëm 20.000 euro, arstimi fillor 30.175 euro dhe administratë e arsimit shumë 10.000 euro. Pika 3, transferit mjetëve ka të bëjë me pashtu me shpenzimet kapitalit e renomimi i objekteve dhe infrastrukturës shkollore apo projekti me kod 663, shuma për 15.000 euro, 100.000 euro i ka pas buxhet, 15.000 pasën në molla shërbime e njëta drejtori, një për qohë transfer se ndrohet kategoria ekonomike. Edhe pika 4 ka të bëjë me mjetët e shëndetësia, të në program 7.400, zakon djetë, mjetët e grandë specifikë shëndetësisë nuk guzojnë të transferohen në programet tjera, tu të shpenzimet komunale, rrimë ujnë bedurina, parashizme shumë që të pritë të pangazhume, që mund në shku suficit, pjesën e saj 15% buxhetit total e kemi ridestinu për malla shërbime. Nëse ka një pyetje tjetër, diçka se nuk kam diçka me shku rreth propozimit. Faleminderit. Atëherë hapim debatin apo diskutimin rreth kësaj pike. Ullah, selam aleikum, pastaj kemi pyetje. Faleminderit. Kjo është një çështje të cilën na vëmë e kemi kry me shumicën e shkollave, pajtam të domethënë projekte kapitale. Çdo që na kanë bërë është vetëm edhe një pjesë e vogël e kontrollit të cilët nuk e kanë thua atë, edhe pse i ka taku. Dhe kjo është mënyra më e mirë e moshme ndoshta që mos më damtu projektet edhe më barantu në të gjithë dhe në si grup i dhjetë demokratike e përkrasë. Faleminderit, Allah vë të këta. Në lidhë me këtë tendim, edhe në lidhë me kalum me këtë në qëllimin tonë, kjo është pasojë e kontratës kolektive në njështë në ashtim, pashtu është në bërë të vendimit qëtore. Ne të të abstenojmë, duke posë parasysh që është pa baranci dhe pa vrejnë dhe kulturëve tjerë të më thonë publik. Faleminderit, dikush tjetër rreth propozime ndime? Nëse nuk ka të propozime ndime çast votojmë për aprovim. Kush është për ju të ngritje dorës? Faleminderit. Kundër? Nuk ka abstenim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Njërës më ka qitë. Kalojmë në pikën 3. Është informata e drejtorisë arsimit për përfundimin e vitit shkollor 2019-2020. Drejtori është këtu, por nuk do të jap fjalën fillimisht, sigurisht gjatë diskutimit do të ketë ndonjë apo do të fillimisht fjalën. Po prap ki më kona patën do të dajmë fjalën prap. Kështu që po presëm mas diskutimit, pandej me marr fjalën edhe me çarun nëse kërkohet ndonjë çarë. Atëherë hapim diskutimin rreth kësaj pike. Unë selam aleikum. Pastaj e kemi biçiku. Faleminderit. Kjo është një raport që vërtet ka paraqitur situatën e vështirë e cila ka ekzistuar në vitin e kaluar. Ku të gjithë nga ka zonë dhe pasti se stafin kontrolë arsimor ashtu edhe të por pasi që kishin kaluar ky periudhë e kishin pak më lehtë
edhe me përmbyll me atë njëri të cilat i kishim edhe ne edhe në zëndës, se vështërsi ka pas në dy anë, por pra në një farë formë çdo kush ka arrit me realizu atë që atë minimumin e sot. Mirë po, nga ona e zëndës, vërtet ka pas një pjesë që nuk ka pas mundësi me ofiqë, në qafë, po të më shka mungesë të pajisjeve teknologjike, ose edhe për shkak mos njohjes se si mundet në kyç. Po trash, hajde ka përfundu, është një vete edhe kjo vetë për shembull, edhe pse kemi filluar tash më të përgatitur, pas të gjithë kemi marrë një trajnim edhe stafin të ndërmë, edhe informatikës, po shasë të ingjenerët ka përdu të jasë të vazhdimisht në të se si mund të duhen një stafë të më të vjetë në rast të ndo. Mirë po mbrapë që drejt për amasaj që edhe në rast të ndo dhe një rast më të gushim një të ndu shkollë, mund të vjetë dhe jetën selektive ose për tira dhe sa një vazhdu, se asë zonë në këtë atësën mësimin e drejt për drejt. Kishte me qenë mirë që të ashtë përgatite pak ma një shkollat në pajisje teknologjike, sidomos me projektore laptop që me mund të në aftë të vija, ajo për shumë me pasë që për shkollat më organizu që një pak ma nivel që sa prej shpjes që në një organizu që në ka gjithë. Në raport është pak shqetu për rreth numri i madh i mungesave, si të nëzëtë, ashtu edhe për stafja aktivuar. Edhe se aty këto di e në arsye pëse për shenjë të nëzëtë ka qenë një pjesë që ka mungu si të pas fillimin e vitit kalu periudhën e dytë, ka pas që vazhdimisht për shkak të rritë edhe që ato dhe rekomendim dhe i ministrijës që në zëndët që të cilët kanë simptomat tofjes apo të rritit që mos lejohen në shkollë. Edhe kështu që një pjesë e madhe që aty në mungesa janë në periudhë. Por nuk e thonë që nuk ka edhe mundi për më përmirësu këta në aspekte tjera të mungesa të cilat kanë zonë. Dhe sidomos të artëtarë. Faleminderit. Faleminderit, Allah më thejë. Faleminderit. Në drejtorë të mëna të dyte, në ka qenë dushmëria e dosë të mësimin online, që dhe kanë përshën që në dosë në e nëvarë në shumë. Komor projekte, po të dëshërën që njërtojnë qëtë në projekte në rekord. Që të këtë edhe më konsiderë që ka posë mungesë të tepër, po ashtu gjërësimi pëndohë që ka qenë. Jo dhe hatë, dhe me në shkollë në mësantore dhe kodë e pikës të shkollë, që dhe më thonë janë shkoqim që më kretë në statë, që sa dhe minja që është rëvarë. Faleminderit, Allah në rekim. Faleminderit. Vitin e kaluar, ju keni thonë se keni parafar blerjen e disa laptopëve dhe projektorëve për sistemin arsimor të komunës. Bile në fund vitit edhe suficitin buxhetor u mundua të arsyetoni përmes këtyre laptopëve, duke thonë se operatori ka sjellë laptop me performanca më të dobta nga çfarë keni kërkuar, dhe ju si të përgjithshëm që jeni ja keni kthyer prapë aty. Por jo, se e vërteta ishte krejt ndryshe. 143 laptop, 36 projektor dhe 2 kompjuter për 50.000 euro është e pa mundur, edhe sikur t'i kërkojmë direkt nga prodhuesi, nuk mund dalin me këtë çmim. Ju e kishit hapur kërkesën për ofertë me 19 dhjetor dhe afati i liferimit ishte vetëm 10 ditë. Që i bie atë 5 ditë, më thonë në ditë pune, për shkak se është periudha e efekta. Më pas, ju atë tender, ja keni dhonë një kompanije një shtypshkronje. Më thonë që nuk ka lidhe me këtë punë. Ju lutem, më thonën, si mundet një kompani për 5 ditë, 143 laptop,
36 projektor dhe 2 kompjuter, vetëm për 50.000 euro, t'i be për 5 ditë. Asë një kompani në Kosovë nuk i manë SOK 143 laptop. S'ka s'mund është me gjithë, nëse e gjeni, që i mund flasë. Prandaj, unë ju lutëm, mos mashtroni, sepse mashtrimi nuk ka asë menaxhim, asë politike, asë moral. Jemi në vitin pandemik, kompjuterizimi i shkollave është shumë i nevojshëm. Prandaj ata që i keni thonë të pakën mali. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? Datë informi altën? Ullada kemi thonë. Faleminderit Kristus, përshëndetje për gjithë. Sa i përket raportit DKA-s në Kaçanik për vitin 2019-2020, ky raport është shqetësues. Për gjendjen e fushës së arsimit të përgjithësisë në komunën tonë. Më thonë, shqetësues është numri i rënies të nxënësve. Dhe mendoj se një indikacion i rënies të numrit të nxënësve është edhe migrimi i shtetërorëve të cilat humbin shpresën për të jetuar dhe vepruar këtu. Do të thonë, me trend, ky trend po vazhdon sikur në kohën e okupimit. Do të thonë, humbja e shpresës të shtetërorëve është bërë, do të thonë, trend, për të cilën i ka humbë shpresën shtetërori dhe kjo është, do të thonë, një indikacion që edhe i nëntër kanë shku në rënje. Shqetësim tjetër është numri i madh i mungesave të nxënësve, ku mund të ndikojnë edhe në arritjen e sukseseve të nxënësve si komponentë të rëndësishëm. Ky numër i nxënësve, do të thonë, ky numër i prej 35.928 mungesa të nxënësve të shprehur në 8.18 orë të humbura të nxënësve dhe numri i orëve të humbura të arsimtarëve 1.391 orë të humbura të shprehur në 8.33 orë të humbura, duke pasur parasysh edhe periudhën e shkurtër. Do të thonë, kjo ka qenë një periudhë e shkurtër e mësimit, po të kishte vazhduar mësimi deri në në objekte shkollore deri në qershor. Siç e paravome, do të thonë, këto mungesa do të ishin edhe më të mëdha. Do të thonë, do të ishin të humbura edhe më shumë nga arsimtarët. Tjetër, kam një pyetje për drejtorin e arsimit, pasi që kjo drejtori është si organ menaxhues për funksionimin e marrëvojtjes së fushatës së arsimit në nivel komunal. A ka ndonjë kriterium për funksionimin e rrjeteve shkollore të ndara në paralele dhe a mund të ndryshohet varësisht nga numri i nxënësve, të cilët mund të variojnë nëpër shkolla? Për shembull, shkolla fillore e mesme e Olit, e Mendoroku, me 5 paralele me një numër të madh të nxënësve, dhe shkolla e mesme e Olit, në Improsh në këtë vit, do të thonë me një numër shumë të vogël të nxënësve, ku të gjithë e kanë një drejtori. Do të thonë, a shkon në proporcion me numrin e nxënësve. Faleminderit. E krem la, forma. Në Kristus, një raport që përmune ka gjatë qëjtë në të përmishon e do dhe në komunat, dhe për këtë përmuja për që të që kanë në rasuarësinë që në të vjetë. Unë sigurisht kam të bashkëtorë dhe rëmën. Ajo që më ranë sy të raport është në vitin shkollorë të 2019-2020, në bërë janë dhe që të shkollorë të mesme, që e kam të bërë për makë të vinë paralel. Kjo është paralel dhe makë. Në vitin rejnë të të që shkëtila me njërë që të bërë në shkollorë të mesme, për më gjesë në të të. Në veç është momenti i fundit për reforma të thejë në arshtet, për me të gjendërtizuar arsimin, me aty profesionerët të rëmërë, të njëm, për ndryshe shumë të kërë që raponë. Faleminderit. Unë dhe kam. Jo rastësisht e pashë dhe ata të tjerë, unë mendoj se të shihet dhe numri i nxënësve që vërtet komunës Kaçanik do të përshkruajë territor, është shumë e vërtetë. Unë i di shumicën e nxënësve që atë që mendojnë me orë në Kaçanik. Arsyeja, mendoj që është cilësia
cilësia. Se për shkak të cilësisë, të thotë veti këson kashane kështu me pas cilësi, nuk shkojnë. Unë jarë, hajde. Unë në drejtë që grupi mund të llogaritet për cilësia dhe qytetet rreth më mira se gjë. Drejtime që ka. Ata e ka tregu edhe te estimaturës vazhdimisht të tregu. Dhe na jeni realizuar për programin e naturës, pejzaj volito, të tregon përqindja ka të për shkollën e moskopoja aquí për gjimnazë, po flas për gjimnazë. Po, shumica shkojnë se kanë më afër ose të qytet më i madh me shkëlqyer për të dalë. Të vazhdojë territori për polinë këto po arbitë se çfarë rregull ka programin e Allah unë të di të lirë ashtë ati ty të... Qafton me kjo. Cilësia, po unë e... Qafton. A ka dikush tjetër rreth është në rregull edhe është çështje e secilit për me mendu që është don, por mendoj që është e padrejtë. Ne u drejtu për shembull akuza apo kritika ndaj tem drejtorisë për rramin e numrit të nxënësve. Sepse është një trend që ndodh këtë Kosovën, nuk ndodh vetëm ne. Vetëm këtë Kosovën. Domethënë ka komuna që ka trend hala më shumë trapjes. Këtu ndikojnë shumë faktorë në këtë aspekt, por edhe shpërngulja e madhe e qytetarëve nga komuna jonë për të gjetë mundësi më të mira në për vende më të urbanizume, ka ndodhur që kemi këtë numër. Dhe kjo s'ndodh vetëm me komunën tonë. Në të gjitha komunat e Kosovës edhe ka rritje të numrit në Ferizaj apo në Prishtinë apo diku tjetër, sepse njerëzit sigurisht kërkojnë opsione tjera të jetesës. Kështu që në këtë rast mendoj që është e padrejtë me u drejtu kritika në drejtim të drejtorisë apo në drejtim menaxhmentit. Megjithëse ka arsimi është një fushë e gjanë, edhe ka shumë mundësi për edhe për kritika me on, sepse është një fushë e gjanë e cila është edhe vështirë normalisht edhe menaxhueshme. Ki të bëjsh me numër të madh nxënësve, ki bëjsh me numër të madh filmazëve, ki bëjsh me numër të madh të objekteve, kështu që janë të arsyeshme, por me u drejtu kritikan apo kritika kryesore me qenë ato se ka bjen numrin nxënësve, mendoj që është për mua është e parsishme. Drejtori është këtu, besoj që i ka marrë ato shqetësime që janë ngritur këtu, dhe në fund po ja japim fjalën që me jap fjalën e tij. Unë edhe. Mirë dita, përshëndetje për gjithë juve. Po e filloj me fjalin që më vjen mirë që jeni të shqetësuar edhe si shoqëri shqetësohemi për çështjen e arsimit. Kjo është e para. E dyta, më vjen mirë gjithashtu që askush nga ju nuk tha që e kam bën një informat të kamufluar, e veç me ju qitë syve, po kryesorja është reale. Dhe është shqetësuese ashtu që po thoni edhe ju. Edhe unë jam i shqetësuar me gjendjen që ekziston në arsim në komunën tonë. Është shumë e vërtetë. Prandaj këto janë ato pikat kryesore me të cilat pajtohem edhe unë me ju, kurse për pjesën e pyetjeve po mundohem deri diku të paktën me u përgjigj me shqetësimet që keni. Po filloj me radhë. Po e përfshij një pyetje që ishte te pjesa e pyetjeve se nuk pret kohë për mbledhjen e ardhshme. Shqetësimi që shpeshherë thuhet kanë u mbyll shkollat, kanë u mbyll e bani liria, po e përdorin këtë rendite, nuk ka asnjë informat zyrtare. Shumë pjesë të vendit mbyllen shkollat, po çu jemi marrë vesh në fillim. Mbyllet shkolla që duhet të mbyllen. Nëse në një shkollë janë dikun 8% e mësimdhënësve, 5 deri në 8% varet tash prej task force-s qytetarë. Të infektuar me Covid, atëherë mbyllet komplet shkolla. Shpeshherë ndodh që mbyllet për 2 javë, edhe ata vetëm për 2 javë. Vetëm një paralele janë të përcaktuar me këto kritere dhe nuk ka të paktën deri tash nuk ka diçka zyrtare që ka djasë në mbyll krejt shkollat në. Masë e tillë edhe inshallah nuk vjen në rendi me u marrë ndonjë masë e tillë se është problematike. Prandaj edhe ka qenë problematike edhe informata, sepse po kaloj tash të lidh njërin mas tjetrës. Dikon 10% e nxënësve që është shumë, dikon afër 600 nxënës nuk kanë pas mundësi fare me u kyç në mësimin online.
Disa as televizionit s'kan pas mundësi me përcjell se janë dhënë përmes televizionit dhe ka qenë shumë problematike për atë kohë të shkurtër se kemi qenë pa përgatitur për mundë me ju kriju kushte për me i përcjell ato. Mandej, për fëmijët me nevoja të veçanta, me qenë se është dashur me ne në shtëpi që parkohet vërtet nuk kam ndonjë informatë saktë, ju kam përgjigje edhe me Komitet për Politikë dhe Financa, se janë trajtuar njësoj, kanë qenë në shtëpi ato, nuk është darë diçka e veçantë për me ju ndihmu për transport ose diçka, edhe nuk kam ide se sa përqind e tyre kanë mujtë ose s'kanë mujtë me përcjell. Po thamë, në kohën e Covidit janë trajtuar njësoj sikur krejt fëmijë tjerë. Te pjesa e komenteve të cedimit është drejt për drejt në arsim dhe mu duk që përputhen as kam çka shtoj për aty në komenteve, janë të gjitha të vërteta ato, edhe për suksesin ma vonë që thash të gjimnazit, në cilin nuk dyshoj, edhe për numrin e madh mungesave, mirë po kjo është gjendja reale në të cilën jetë. E tash, të çështja tjetër që nuk lidhet shumë me informatën, po të garantoj atë që janë të vërteta thënjet që janë dhënë për laptopët e vitit kaluar. Unë të ofroj argumente, edhe mundemi më marë nëse ka nevoj edhe në hetime me shkupje parpunës. Absolut janë të vërteta për shkak kvaliteti. Jo, i ofrojmë argumentet dhe i qesim ku do që tjetë. Nëse ka nevoj edhe në krize. Jo, i balla pa qëmë argumentet dhe këtu pra. Okay. Dhe e vërteta është pikërisht kështu. Tash pse nuk është bënë qershore ajo. Mjetët që në i ka të shumë qeveria e Kosovës që i lëshon fund për komunat. Kanë qenë në nëndorë, ka qenë afati i fundit, po jënë muajnë e 12 që të tjetë. Kontrata institucione. Për në fa për futbol atam. Por afatet ligjore për të nderim janë shfrytzu si afate ligjore të rregullta. Në kohën, në momentin kur në i ka të shumë qeveria parët, atës kanë qenë parën në bugjet hiç. A din këtë punë më parë. është të çu një shtesë buxhet prej 300.000 euro. Dhe me shkatësi maksimale kemi tentuar me i shfrytzu ato. Po të garantoj që dush. Në mirë që po garantoj. Ma ja fjalën, mos më prago. Okej, të pata. Dhe çmimit të cilin, çmimin e përcakton zotnia, ai ka ime çmimin matematik ka pas me matur, ka pas më shumë pore. Por çka ai që ka dalë zot. Sepse ka pru shkak. Dhe unë asnjëherë nuk i bim brapa asaj pune. Se kam qenë njëri prej atyre që kam ngull për mos në u pranua. Ato se komisioni ka qenë shumë korrekt. Me mua dhe ka tregu që çdo performanca nuk janë laptop dhe qenë kërku. Dhe kjo është krejt. Çka do që thush më tepër absolut thut pa vërteta. Sinqerisht po ta them. Dhe për pjesën tjetër ka ndodhur ajo janë këthy vjetët. Qato vjetët që na i ka shu si bakshish janë këthy prap në qeveri dhe agjot keqe s'ka pas. Kam tentu me çdo kusht me furnizu pjesën e arsimit, me laptop, me IT, po që nuk ka pas mundësi që është pesher në ndodhët, sigur edhe sot nuk kam të drejt me intervenu në të ndërë. Në qelshore shkollë, kur në ka dhonë drita e gjedër të deri për mërmetin të shkollëve. Asë një paski se këmë gullë konë atë. S'ka mundësi, i tilë është sistemi. Asë s'keni mundësi asë si kuvendi shka me interferu, asë kryetari komunës. S'kemi qka bërë. Një ankesë, shtymë, mirë po e tilë është. Unë vjen shumë keqë, mundeni me kritiku sa të doni, edhe unë po kritikoj se është shumë padire, ka vetë shkollat pa mërën e tu janë 100.000 euro në ty. Mirë po, kështu është. Se çështja e agimit. është e vërtet, agim po nuk kemi kritere në për caktu se ku duhet në pas drejtori, ku s'duhet në pas. Nuk ka kritere hishtë në, asë një kriter nuk ekziston. Asë për paralelet ndame, asë kur kemi të drejt në ndyllë shkollë, na duhet me marë, për shembull, ja marë me mujë tonë, slatin, ose në planisht për me i bindë prim, që në një farforme ma mirë ju bja aty në me i pru fëmijë ka me mujë tonë jam marë. Edhe prapë ka pos për mos me nëndohë si kur në kamenit që me ju dështu komplet vitit. Kështu që se me pas kritere du të kishte qenë shumë edhi. Ska asë një kritere.
Dhe kjo na çon në pozitat jo normal. Ka kriter. Është i vetmi kriter ku thot drejtori i shkollës që shkolla që i ka 950 nxënës i ma edhe 10 orë për me plotësu normën e plotë. Do me thamë, bëhet drejtor plus 10 orë shkollore për me pas normën e plotë. Për ndryshe, nuk përcakton se kur mundet me shkolla pa drejtor dhe kur s'ka. Një diskrepancë e madhe, për që të... Po, qka me do nuk ekzistojnë ato, nuk ekzistojnë. Nëse dikush ka pas, diçka le të më propon nuk ka, definitivisht. Gjendja e rënë në arsim, është e vërtet që është e rënë qatë përshkrim edhe e kumbo, që do me thonë del informatat që të kremi të mëraltat, vetë përshkrimi informatës e tregon atë gjendje se që ashtu është të tillë jemi, nuk jemi veç a Kosovës, edhe nëse kalon në Ferizaj dhe në Shtimë dhe kudo që të shkoj që kemi gati të njëjtën gjendje, nuk mundemi me ndalu gati kur gjatë. Te Bekimi ma shumë dha një koment rreth cilësisë, po na kritikon për cilësi, nuk e di ku e ka marrë Bekimi që cilësia do në shkollat tona, me cilat parametra e ke marrë cilësinë Bekim nuk e di. Po në fakt nuk dallon diçka. Gjimnazet janë në nivelin e gjimnazave të Kosovës. Shkollat profesionale janë në nivelin e shkollave profesionale të Kosovës. Edhe të teknika në Ferizaj, përqindja është e njëjtë. Edhe të bujqësia në Ferizaj, të shkollat profesionale në përgjithësi, përqindja e kalueshmërisë në tetin e maturës. Është ajo e njëjtë. Kështu që jemi sigur gjithë Kosovë. Tani një informat shkurt edhe jashtë asaj, jashtë informatës për që ka qenë për krajen që kam pas për juve për transferin e qëtën e mjetëve që edhe sot vazhdoj me disa abstenime, disa përkraje. Unë kam arrit që deri tash të shpërndaj 591.843 euro dhe janë mbulu të gjitha shkollat përveç shkolla Idris Seferi dhe Qerdhja Fëmijës. Të gjitha obligimet ndaj mësimdhënësve janë kry dhe këto mjete janë në dorën e mësimdhënësve gjithë. Pjesa që kaloj sot i mbulon, se kam planifiku shumë sakt, i mbulon edhe pjesën e shkollës e Idris Seferit, edhe Qerdhën e Fëmijëve, dhe mendoj që me përkrajen e kryetarit, po edhe iniciativën e kryetarit, kemi dalë nga një pozicion ku nuk kemi borxh ndaj mësimdhënësve. E kemi me përkrajen e juaj konkretisht, kemi arrit që me ndërprej procedurët dhe me marrë vesh me avokatët në kohën kur shpenzimet kanë qenë minimale në krahasim me shpenzimet po të kishin vazhdu me gjykata e me përmbarues. Ju garantoj që me përkrajen që na e keni dhënë neve në kuvend janë i bindur, mundem edhe deklarativisht me dalë edhe publikisht me deklarat që janë kështu dikun minimum 1 milion euro komunë. Për njëjtën hipotezë në lajme dëgjova, nuk kam komunikuar me drejtorin e komunës Mitrovicës, edhe atje e dëgjova parë mbrëmë lajme, nëse ka dëgjuar dikush tjetër, 1,5 milion euro i kanë dalë ato për me krye obligimet ndaj mësimdhënësve. Kështu që të gjithë ata që kanë përkrahur këtë aktivitet, i falenderoj, në një vit tjetër pa borxhe ndaj kësaj. Për gjendjen sot, deri tash fatmirësisht inshallah nuk më ndodh në asnjë shkollë, nuk kemi asnjë mësimdhënës me COVID-19. Të gjitha shkollat e komunës së Kaçanikut punojnë sipas skenarit tash, të gjithë janë në shkollë. Dhe inspektorët e arsimit dhe inspektorët tjerë janë në terren çdo ditë, të gjitha nuk i mora këtu, të gjitha mundem edhe me i publiku edhe ato. Raportet e inspektorëve janë thuajse pa vrejtje ka. Përveç një vrejtje në shkollën e Adnanit se kanë dhënë, tjetër kënd gati asnjë vrejtje s'kan dhënë, kërkon. Janë dhënë nga ligjet për shkolla në vikend, sipas udhëzimeve do të bëhet prapë dezinfektimi 3D, e kemi kompaninë për dezinfektim të
kontraktume. Po të informon të dhe tani janë nisën e hinë. Kjo është e kështu me këto. Edhe e mbyllë. Me që është përmend, ja kalojmë fjalën atë bekimit pastaj agimit nëse ka të thonë ka diçka. Po shkurt. Faleminderit, drejtor. Lype argumente, mi ballafaqoj argumentet. Okej, mi ballafaqojmë argumentet, nëse do. E para thave të pavërteta. Nëse drejtor ti mundesh me thonë çka thush, po mund vjen keq, do të thonë mas pari për pozicionin tan, si i pavarur, më thonë këtu, që përrënën autoritetin tan, të mundu, do të thonë në mënyrë shpegje si tashpër, do të thonë me arsyetu ne diçka, do të thonë absolutisht pavërtet. Se di e punon. 143 laptop, 36 projektor, edhe 2 kompjuter PC, me 50.000 euro që ke ofertu ti, kallëzom ku mundesh mi gjetë, kallëzom thëlli prodhues mundet me t'i pru ato, se në çdo laptopat e kuvendit, kemi bleka 500 euro. Që janë ti mas mirë çfarë ke lykti. E nëse domethënë ti ke menu, ka 100 euro laptopa me pru me çato performanca, menoj që jo ti, ku që ka po të nderin, veç ti si autoritet i aty në që pe merë drejtën, atëherë mund të ebën dhe në që os kupton heq lidhës që me këtë punë, o pëtë në mbrojtë djallit nuk e ditë për çfarë arsye. Mirë, drejtor, dhe më thonë, me qëndru si pavarur, edhe me folë për ato që folën, për ato sa takojnë. Për ato që takojnë, ma mërmenja që ke mujtë me ka që fjallën tjetër kuj, se nuk o konë unë e jote. Aty në Kovacet që po thu të shkolla e Adnonit, edhe për potencon, po të shkolla e Adnonit, se aty ku dhe më thonë o vendosja, normal se do të më potencu. Dhe më thonë shkolla e Adnonit. Po dhe aty, dhe më thonë zdo kënë ku Adnonit ka të lash. Po ne, se ajo është, më thonë, bishka e parësishme. Se edhe për ata, shkolla pikë të nëndë, lakshlikon të nëndë, asë një dhe nuk mbyllët, banjo të kejtë, asë një drejtare, tabelat po binë, në klasë, dhe më thonë, pa i prekur kushish, tavolinat e mira, bashkohore dhe moderne, që i që të atë ditë, një sëllonë bashkohore dhe moderne, nëse të pikin, ju vetë rasa, vetë veti ju pa i prekur kush. Nëse kreti dy në leumi, vetë stafë të qelë, dhe laktian të nënë të në banjët redhin, bashkohore mund është mi thonë. Okej, shujtë të gjyshdushë, se relative bashkohore për ty, po, okej, për mëson, relative për mojë qartë. Unë dhe kemë shkurt, dhe që më të gjatë në të replikë, më sa të gjatë në shumë. Në për raportin në pata vrejtim në përset në zotin raportin ka po të vera, edhe i kjo shtreja, që është shtanë të raport, që cilësia, unë nuk jam matë si cilësijës, mirë po, mas punës, po që përshirë, në zënë të tripajipin të iktoj, përshirë që me përset, që cilësia dhe të shka është në gytje, se nuk janë të një marë që më një matë në nivelin e arsimit. Të ta regullësit edhe të tash që thave edhe të pregaditja e shkollat për fillimin e ri mësimor, unë kam qenë në shkollën e Dagane drejtar, me vërtet është mizerë. O, për përfundim vite shkollojnë atë folë, jo për fillim. Jo, e përmeni edhe për raportin të shtaj që e ka një të mësimi. Unë e këmbohat në atë shkollë, atë nuk janë gjithë muret, ajo në shkollë e vjetër një po nëse vazhdojnë që ati me mëjtë mësimi, nuk i ka përna e kriterë, mëjtë mësimi. E nëse të bërë shkollë e rekë, nuk shkollë e shkollë dhe të ty për i vjetë, që shkollë në dinamika e të shkollë të rekë. Unë mendoj që ati do të intervenu, kujre që ato mi tanu që janë që të defekte. Edhe me u filmullatin një arsim që jam vjetë së ndëmë që e zimo i në teranë ma mirë të onë dhe që është i përndet. Agene, në të kje shkollë të qa. Përnderit. Do shta një pyetje për drejtorin e arsimit. Ja pyetje, nëse kete që ka me thonë në ata shka të drejtu se pyetje dhe pata rasë, më sa njësi me apë debat atë, për këtë punë. Ka informacione për migrimin e migrantëve gjatë kësaj periudhe, të cilët të migruar. Me thëra, po, shkurt akiti që ka, po, për përmjëllën këtë informatë. Të gjenë për argument, i përdinjën me shkremë, me këtë tjerë që kamë në në komunitet. Atëherë, kalojmë në fikën tjetër, kjo është informatë që ka nuk nga në notëm.
Për propozimin tim për plotësim ndryshimin e vendimit 01 numër 60-01-504 të datës 28/2/2017 për themelimin e Komisionit Komunal të Aksionarëve për KRM Pasërtia, Shoqëria Aksionare Nisjene Kashanik. Si që dini, këtë komision ka qenë afërdita, që nuk është ndorë dokumentit më, dhe tash duhet plotësohet. Kryesisht propozimet për komisionet rrjedhin nga grupet parlamentare, fillu nga grupi më i madh, kështu nga më i vogël, atëherë më duket ju ka ofru Partisë Demokratike këtë propozim, prapë e kalojmë propozimet e grupi Partisë Demokratike nëse ka ndonjë propozim më. Faleminderit, grupi Vetëvendosës nuk është i përfaqësuar në këtë komision. Kalojmë te grupi i Lidhjes Demokratike. Punon. Grupi parlamentar Alinda Rafol. Faleminderit. Atëherë propozimin e çes në votim, kush është për që Alinda të jetë anëtare e këtij komisione? Faleminderit. Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Gjithashtu pika 5 është propozimi ndim për formimin e komisionit për hartimin e planit punës Kuventit Komunal për vitin 2021. Është një procedurë formale e cila kërkon që formohet një komision për hartimin e planit punës Kuventit, kryesisht nga subjektet të përfaqësuara në Kuventin e Komunës. Kalojmë edhe këtu prej grupit parlamentar parlamentar Partisë Demokratike. Pasi që ju jeni autori komisioni dhe kryesues me të rriqën. Kalon të partit tjera. Thonë, ne jemi si kryesues aty, po në rregull nga vendosja? Nga vendosja Agimon. Nga Lidhja Demokratike? Selim Rej. Nga Alianca për Armërinë e Kosovës nuk dojnë. Nga Nisma? Donë, janë nga Ekrem, a donë komision? Në rregull atë. Zahira nga grupi Vavarë. Doni më qenë pjesë e kom. Shto. Po thonë, Agimi, Selimi e Vavarë. Në këtë sistem, Agimi të rejqët të propozën Shëmsëdin? Shok. Jo. Unë shema dhe Selimi, tjerë, pra, zashtë në qanë parë. Po duhet me i bo 5, po dojna me zërë, shumë në mishti. O dërë dikush o, ata e lënë? Redini. Redin? Hajdin luta, po hajdin? Po prej ekzekutivit jetë? Po. Maksire Malpsire. Atëra jeni që ky komision për formimin e për hartimin e planit punës Kuventit për vitin 2019 përbërje nga unë, si kryesues, nga Shëmsëdin Lusha, Selim Rejka, Alidin Luta dhe Maksira nga ekzekutivit të punojnë hartimin e planit punës Kuventit. Kush është për lutëm këtë dorë? Faleminderit. Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka. Pikën 6 është shqyrtim i vendimit 01 numër 060-01-18-351 y për 20 i datës 12/8/2020 për kompenzimin e komisioneve të Kuventit Komunës sipas raportit të vlerësimit të ligjshmërisë nga Ministria e Financave. Si që ju këmë njoftuar më herët që ne na ka kthy shqyrtimi i ligjshmërisë një vendimi që kena marrë në Kuventin e Komunës për kompenzimin e komisioneve. Na ka kthy si vendim në kundërshtim me dispozitat ligjore, edhe pse për mua i paqartë, për shkak se kërkojnë rrugë tjera, pa i specifikuar cilat rrugë duhet ndiqen. Unë ju kam drejtuar me një shkresë prapë me APL-s, që besoj ja kum përtjellë juve shkresën që e kam kontestuar si mendim, megjithatë, me që nuk më kanë kthyr më për ligje. Në këtë them, proceduralisht, ose sipas rregullave dhe ligjit, jam i obliguar që ta sjell përsëri në kuvend për shqyrtim këtë vendim apo për shfuqizim këtë vendim.
Prapë është në dorën e juaj që vendosni për këtë, sido që të jetë, obligimi im ligjor është ky. Nëse ka dikush rreth kësaj, unë mëne. Nëse jo, atëherë këtë vendim e qes në votim për shfuqizim. Kush është për, ju lutem ngrihet dorën. Për shfuqizim. Faleminderit. Kundër? Nuk ka abstenim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faleminderit. Anam njoftun nga komisioni se kërkova, njoftun që kanë bërë pyetje në MAPL dhe ju kanë kthyr me shkrim që kanë drejtën e funksionuar si katrantar. Po më që në të interesuar, ne kemi një kryetar komisioni, keni pa? Drejtori Atina ndoshta ka shkresën me shkrim nga MAPL të tafla. Se unë s'kam informacion. Ska problem. Njoftun sot.